Tha ja Rasulullah, unë kam një problem tjetër. Cili është ai? Tha që 3 ditë nuk kam dalë në xhami, s'kam pa ty, e disa më kam marrë malli. Shumë na mungon, ja Rasulallah, zemra të don. Me të vërtetë shumë e shkurt. Subhanallah. Do t'jesh në xhenet me Hazreti Nuhin, i cili mbi 1000 vjet dave ka po. Mbi 1000 vjet është lodhësh raskapitur që ka shpërshkruajtur Kurani i Kerimi. Do t'jetosh në xhenet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ju dini rastin kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkoi ta vizitoi një djalosh të ri, ai i cili ishte i sëmur, dhe ai kur e pa pejgamberin filloi të qaj, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha mos u mërzit, inshallah do bësh mirë, ti i ri, ke më shëru. Tha ja Rasulullah, kjo është suneti që t'i japim miqde, ta si haricim të sëmurin, jo ta frigojmë. Pejgamberi pra i motivon se mos u mërzit, ti ke më shëru. Tha ja Rasulullah, unë kam një problem tjetër. Cili është ai? Tha që 3 ditë nuk kam dalë në xhami, s'kam pa ty, e disa më kam marrë malli. Subhanallah. Tha më ka shku mendja në xhenet. Ti je në xhenet, ti je pejgamber. Unë a do t'jem në xhenet, a nuk do t'jem në xhenet. Mande i thash vetes, inshallah do t'jem në xhenet, ama edhe nëse jom në xhenet, ja Rasulallah, unë nuk mund t'jem në të gradat tua të larta, unë do t'jem një musliman i rëndom. A thu dhe të mjapin leje, kur të merë malli mund të të shofti, a do më lejojnë a gjithë të të shoftë të të bëj zjaret, që s'mund të ripat pa ty. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk përgjigjet, e di pse, ma yantiqu anil hawa. Ai nuk fol për vetes vet, ai duhet të ketë argument nga lart. I erdh argumenti urgjentisht, fetfaja nga Xhibrili alayhis salam. Me ajet kuranor të cilin ne sot e lexojmë, bëjmë ibadet, falim namaz. Ajeti ka zbritur për shkak që ati djaloshit ri, të cilin e ka marrë malli për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ajeti për çat ka zbrit. Është miqde edhe për ne dhe për marë muslimant, a më shkaku ka qenë miqde për to. Dhe ka thonë Allahu dhul Gjelal, wa man yuti'i Allaha wa Rasul, kush i bani tatë Allahut dhe pejgamberit, fa ulaike ma alladhina an'ama Allahu alejhim, ai do tjetë me ata që Allahu i ka ngritur lartë, minen nebijin, me pejgamberet, wa sëddikin, me njerëzit sëddik, të drejt, si Ebu Bekrit të tjerë, wa shuheda, me dëshmorët, me shahidet, wa salihun, dhe me njerëzit e mirë, me auliat, wa hasuna ulaika rafika, o sa shoqëni e mirë është kjo. A është shoqëni e mirë kjo? Kjo nuk është shoqëri e kafeneve, nuk është shoqëni e bastoreve, nuk është shoqëni e Facebookut, shoqëni e xhenetit. Dhe pamë se kush janë ata, prandaj Allahu dhul Gjelal thot, ve hasuna ulaika rafika, o sa shoqëri e mirë është ajo, Allahu na bof prej tyre.